Dhe kjo qendër, pasi që në zgjedhjet e dhjetorit kemi raportuar për disa email që kanë shku në drejtim të policisë pikërisht për të lashën në këtë qendër, ishte aktivizuar policia, kishte dalë në vendngjarje, megjithatë kishte dalë që ato shkrime që kishin shkuar në adresë të policisë nuk ishin të vërteta dhe kësi probleme teknike nëse mund të quajmë që nuk kanë ndikuar drejt për drejt në procesin e votimit, por që kanë qenë kryetemë këtu në Prizren, mund të quajmë lirisht. Nëse kanë pasur shkrime të tilla ose çfarë kanë ngjarë pikërisht në qendrën ku jemi ne aktualisht të Motra Qirioze, unë do të bisedoj me drejtorin e shkollës, njëherë është edhe menaxherin e këtij procesi. Nderuar, faleminderit fillimisht për kohën. Faleminderit për juve. A mund të tregoni nëse keni të lashet që i keni pasur në dhjetor, pikërisht me ato emaila që unë i përmenda paraprakisht, por edhe nëse keni pasur ndonjë të lashe probleme ose të natyrave të tjera? Si që dini edhe vetë keni qenë dëshmitore në atë kohë që asat herë nuk ka pas të lashe dhe asat nuk ka asnjë të lashe. Domthonë procesi ka filluar me kohë, deri tash është gjithçka në rregull, pa asnjë shqetësim, pa asnjë incident as më të voglin. Po sa i përket statistikave, si është dalja në këtë qendër, pasi e dim që është njëra ndër qendrat më të mëdha, rrjedhimisht edhe votojnë shumica e komuniteteve që jetojnë këtu në rrethin. Po, kjo është një ndër qendrat e mëdha në komunën e Prizrenit. Kjo qendër ka dikon afër 8000 votues. Deri me tani, unë deri në ora 12:30 sa i ka marrë statistikat, numri i votuesve ka qenë dikon afër 1300 votues, ndërsa tash ende si ka marrë përditësime të tjera, shpresoj që i marrim tash edhe e shohim. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, këtu kanë qenë dikon afër 6000 votues që kanë votuar deri në ora 7 në mbrëmje. Ta shohim tash se si rrjedh procesi, megjithatë shihet që ka fluks të qytetarëve që vinë për të kryer obligimin qytetar. Sipas parashikimeve të juaja mund të arrihet prap numri i qytetarëve që kanë votuar në dhjetor ose aty diku? Atë tash s'mund ta them me saksi sepse edhe gjatë ditës patëm disa shqetësime që kanë ardhur për shemb që kanë votuar hera të tjera këtu, mirë po që sot nuk kanë gjetë emrin e tyre në lista. Këto zakonisht ndodhin si gabime teknike, kanë ndodhur edhe në zgjedhje të tjera. Tash nuk mund ta parashikoj mirë, po shpresojmë që të jetë një numër i madh i qytetarëve të që votojnë në këtë qendër dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë në rregull. Ata qytetarë që kanë pasur probleme të tilla janë referuar te qendra e tyre e votimit apo i bie që nuk mund të votojnë nëse nuk janë këtu? Po në zgjedhje të tjera ata kanë votuar këtu. Mirë po për shkak të ndërimit të adresave të vendbanimeve, thash mund të jenë edhe gabime teknike ato pa qëllime, mirë po që kanë kërkuar që të shkojnë në vend votime të tjera. Domethënë i kanë shikuar në kodër të faqes së KQZ-s dhe besoj që kanë gjetë qendrën e tyre të votimit. Ka qenë numri i madh i qytetarëve me këtë të lartë? Jo, nuk është numri i madh, mirë po gjithherë ka nga pak. Kështu